mundet njeriu me këto shqisa të kufizume, me pa qenjen e pa kufizume, me pa Zotin. Mohusit që mendojnë se janë shqut, janë matë martë. Pse? Se ata mohojnë argumentet edhe shenjat e krijuesit. Është interesant se këtu thot, për shembull, ata që pa e pa i friksohen Zotit vet. Për ta ka falje edhe shpërblim të madh. Tani, kjo pa e pa, a do të thotë se besimtari beson kot? A do të thotë se besimtari ecë në këtë jetë me iluzione dhe nuk e fut mendin në punë? Jo, është e kundërta, të nderuam. Allahu xhaleshanuhu si qenie nuk mundet me u pa prej njeriu në këtë botë. Nuk i ka njeriu kapacitetet në këtë botë me pa Zotin si qenie, sepse shikimi i tij, ndëgjimi i tij, mendja e tij ka një kufi. Njeriu ka kufi. Si mundet njeriu me këto shqisa të kufizume, me pa qenjen e pa kufizume, me pa Zotin. Zoti mbi çdo krijesë tijen, Allahu xhaleshanuhu për të mirën e njeriut e ka kriju njeriu në atë mënyrë që me pa, me ditë, me ndëgju, edhe me menu atë sa ka nevojë, atë sa i duhet. Se mohusit çfarë thonë? Pa e pa besoni. Pra i gjanë që nuk shifet ku ekziston, thonë. Shiko, njeriu i ka parametrat që e përbajnë njeriu të kufizume. Ka një fillim edhe ka një marim. Ka minusi këtej nuk mundet me perceptu, edhe ka plusi për te këtij kufinit nuk mundet me perceptu. Imagjinoni të shti, njeriu në gjimin e tij e ka me frekuenca. O pse nuk shifet Zoti? Zoti nuk mund është ti me e pa Zotin. Se je i kufizum, Zoti është i pa kufizum. Zoti është madhështori, ai që ka kriju qiej. Ti qiellin nuk mund është me e pa, me ka plu krejt, me shikim. Ti dhe me po atë që e ka kriju qiellin. Prandaj thash, besimtarit është, a ka mend në kry apo s'ka mend në kry? Po normal që ka mend në kry, është më i shuti. Mohusit që mendojnë se janë shut, janë më të martë. Pse? Se ata mohojnë argumentet edhe shenjat e krijuesit. Krijimi është argumenti më i madh i krijuesit. Na jena të bë fest në kuptimin e fjalës ose të u gëzu se shkojmë në han. Që hana është më e afërta ndaj tokës. Allah po ai që e ka kriju hanën, e diellin, e yjet, e universin.